Shikues të nderuar të emisionit Enciklopedi Mjekësore, ju përshëndesim të gjithëve dhe jemi së bashku sot në një ambient të veçantë. Kemi zgjedhur të diskutojmë për varësinë. Në fakt është një temë e cila diskutohet në grup moshe të ndryshme. Një temë e kohës, për vetë trendin, për mënyrën se si jeta jonë ka ndryshuar. Qoftë me përdorimin e substancave të ndaluara apo edhe ato të jo të ndaluara, qoftë edhe me stilin e jetës, qoftë edhe me rrjetet sociale që ne shpeshherë krijojmë varësi edhe mënyrën se si ne e përdorim. Natyrisht, unë gjithmonë në emisionet e mia mundon të përzgjedh një këtë më të mirë, specialist të fushave të ndryshme dhe shumë kënaqësi për mua që sot ka pranuar ftesën, na ka mirëpritur në këtë ambient të këndshëm, mjekja, toksikologe, doktoresh Sonila Bitri Tivari. Doktoresh, faleminderit që na keni mirëpritur në këtë ambient shumë të këndshëm, ku ju kaloni një kohë cilësore të studimeve tuaja, të bisedave profesionale natyrisht, të kërkimeve shkencore apo jo. Mirë se ardhët Freskide. Ky është qoshku ku jemi i zemrës, i mendjes, i reflektimeve, i shpresës uroj për pacientat e mi. Doktoresh Sonila, pse është kaq e rëndësishme të flasim sot për varësinë? Në fakt, unë veç dobësi nuk shoh në rutinën teme. Shoh njerëz që me shumë vujtje, njerëz që kanë sfida të mëdha, por njerëz të fortë. Një njerëz që kërkon ndihmë për të trajtuar për abuzimin substancior, është një njerëz i fortë, por që ka vujtje, ka vështirësi në pranimin e problemit dhe kërkimin ndihmë për të trajtuar këtë problem goxha multidisiplinar, po themi. Pra nuk ka të bëjë me thjesht kënaqësinë, apo jo? Në fakt, shpeshherë konsumimi i substancave nis si zgjidhje për të provuar një kënaqësi. Por avash me kalimin e kohës, individi kupton që kërkimi drejt kënaqësisë është një proces që në fakt sjell vujtje. Individi ton jetën është në kërkim të një ekuilibri midis kënaqësisë dhe vujtjes. Në fakt, është një lloj si dita me natën. Është një lloj si vujtja me lumturinë dhe gjetja e balancës është çelësi i jetës. Por ajo çka ndodh në adiksion është që individi është i mytur nga kërkimi për një kënaqësi të madhe dhe në momentin që kërkon nevoja për të marrë kënaqësi të mëdha fillon e rritet. Pra rritet pragu i lumturisë dhe ulet pragu i vujtjes. Pra janë individ që vujnë shumë për një të miliontën e kënaqësisë. Pra, doktoresha, ju po thoni që nuk ka të bëjë vetëm me kënaqësinë, ndoshta me mbijetesën emocionale. Një mbijetesë emocionale me pike shumë të vogla kënaqësie dhe pjesa më e madhe është vujtja. Spari kur individi troket në derë për me kërku ndihmë, është një individ i cili ka 1 milion më dyshje në kokën e vet. Ta bëj apo mos ta bëj hapin. Dhe shumica e individëve vijnë të nxitur nga familjarë të tjerë. Pra është me turp, është me stigëm, është me 1 milion pikë pyetje në kokë. Kush është ai person profesionist që po mpret në këtë rrugtim të vështirë? Pra është me shumë pikë pyetje në kokën e vet, të cilat fillojnë e qartësohen e vash. Pra dhe ajo ambivalenca, më dyshja që individi ka kur troket në derë për të kërkuar ndihmë, avash me motivimin e duhur dhe me qasjen e duhur terapeutike arrin të lehtësohet dhe të futet procesin e trajtimit. Kur nis të qartësohet apo të lehtësohet? Është një proces i gjatë në fakt, apo në varësi edhe të individit. Është patjetër në varësi të vullnetit, në varësi të karakteristikave që të individit, jo të gjithë individët kanë të njëjtin personalitet, të njëjtën forcë, të njëjtën suport familjar apo shoqëror. Kështu që ka shumë të njëjtin komorbiditet psikologjik apo psikiatrik. Shpeshherë individët kanë varësi ka substancat, por kanë edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, kryesisht të sferës, po themi, psiqike. Pra, në varësi të gjithë këtyre komponentëve është edhe rezultati i trajtimit. Atëherë, doktoresha, si funksionon balanca dhimbje kënaqësi në këtë rast? Cili është roli i dopaminës në varësi? Faleminderit për këtë pyetje.
Sfida në fakt jetësore është me gjithë këtë balancën, si që përmendëm më përpara. Dhe në fakt e thjeshtëzume, varësia ndodh nga prishja e kësaj balance. Dopamina është neurotransmetues i cili është përgjegjës për kënaqësinë, për lumturinë, për mirëqenien. Dhe në momentin që na jena të mbyton nga dopamina, nga konsumimi i vazhdueshëm i drograve, kokainës, alkoolit, në momentin që na mungon kjo substancë, ne kemi deficite shumë të mëdha të dopaminës dhe individi vun. Pikërisht është në vujtje nga mungesa e këtij neurotransmetuesit lumturisë. Në kërkim, no? Dhe prandaj kalojmë në përsëri në relapse, pra në kërkim të abuzimit me substanca. Gjetja e një pakënaqësie patjetër që na nxit drejt substancave. Pa dashur të futemi në detaje personale, sepse nuk duam as pak të cënojmë privatësinë, por ndoshta mund të na jepni një shembull tipik se si një person ndoshta në një farë mënyre kërkon zgjidhje, po si orientohet tek ju? Rastet janë pafund në fakt. Çdo ditë shoh pacientë të cilët zgjedhin për me konsumu kokainë sepse kanë bërë një kontratë shumë të mirë sot. Duhet që ras veten me një substancë që është pjesë e tavolinës në grupin shoqëror cilit i përkas. Pra e meritoj, po them në thojza, këtë lloj kënaqësie sot. Mirë po nesër, pas nesër e gjajmë vetëm duke celebru në thojza përsërimet njëjtën substancë. Dhe vjen një moment kur ky individ zgjohet nga gjumi dhe nuk mundet me vazhdu punën pa kokainën, apo pa kanabisin, apo pa alkoolin. Dhe çdo ditë më shumë, varësia ka kësaj substance shtohet dhe tashma nuk e udhëheq jetën e vet individi, por udhëheq substanca që ka zgjedh, kokaina apo alkooli. Pra nga një zgjedhje, një farë mënyrë racionale në kërkim të një kënaqësie, kthehet një smundje e cila dominon jetën e individit, duke të cënu cilësinë e jetës, arsye për cilën u nis në fillim kjo substancë. Doktoresha, ndonjëherë disa lloj substancash percepton si të padëmshme, madje edhe nga të rinjt, përdoruesit të rinj. Gjithsesi, si do të shpjegonit këtë mekanizëm veprimi, sa të dëmshme dhe të padëmshme, sa krijohet varësi, e sidomos për të dhënë një mesazh edhe për të rinjt? Është bar, për shembull, është termi që përdorin shpeshherë pacientët. Kur unë i pyes a konsumon diçka, konsumon një substancë? Jo, nuk konsumoj substanca, vetëm bar. Pra kanabisit i referohen me zhargonin, po themi bar për të normalizu si substancë, për të normalizu si substancë e cila nuk na jep efekte anësore. Pra mendojmë që kanabisi është i padëmshëm, ndërkohë që afatgjatë dëmet që shkaktohen në sistemin nervor qendror, pra edhe në trup janë shpeshherë të parikthyer. Apo alkooli, ne jemi popull që jemi goxha piedashës dhe konsumimin e alkoolit e quajmë një gjë krejt normale. Pra, kur pyes pacientët konsumon alkool, jo, unë nuk konsumoj alkool, por thjesht 3-4 gota ven ose birr. Pra, kena një qasje të çuditshme karshi dozave normale të alkoolit. Pra, normalizojmë edhe abuzimin me alkool. Po në fakt, a ndryshon varësia nga një substancë tek tjetra, e gjithashtu ka të bëjë besoj edhe mosha, apo jo? Patjetër. Ka secila substancë ka profilin e vet të krijimit të varësisë. Njihen si substanca goxha, po themi psikoaktive, si kokaina, apo LSD, apo substanca tjera psikoaktive që ka një tendencë për të shkaktuar varësi dhe dëmtime psikologjike më të mëdha se sa disa substanca tjera, për shembull alkooli. Pra profili psikologjik dhe fizik që secila substancë ka në organizmin dhe në jetën e individit ndryshon. Në varësi edhe të profilit individit, të moshës genetike, të moshës. Ajo që ka shoh për shembull janë mosha të reja që konsumojmë kanabis, të cilat nuk kanë shpeshherë asnjë ankesë klinike.
Dhe kjo bën që individit vazhdojnë të konsumojnë kanabis sepse mendojnë që kjo substancë nuk ka shkaktuar asnjë dëmtim, asnjë prishje në performancën në shkollë, sepse në fakt janë mosha të reja, të cilat aftësitë kognitive i kanë goxha më të mira se sa një moshë më e madhe. Ky është edhe arsyeja pse individi vjen vonë për të kërkuar ndihmë. Doktoresha, sot flitet shumë edhe për varësinë në rrjetet sociale, për interaktivitetin, ndoshta edhe për humbjen e një kohe cilësore, dhe prindërit ankohen në një farë mënyre për këtë arsye. Dhe besoj ndoshta edhe kontaktojnë me ju për këtë çështje, ndoshta deri diku edhe problem. Si qasen tek ju dhe ju si mundoni për t'i orientuar ata më së miri dhe pse ndodh ky fenomen? Kjo është lufta më e madhe për skip, mendoj që të gjithë jena nga pak të varur nga rrjetet sociale. Dhe në fakt ka një arsye, ka një shpjegim të mirëfillt mjekësor. Njeriu është në kërkim të kënaqësisë që jep e panjoftuna, probabiliteti. Dhe në momentin për shembull që ne share-im një foto në Instagram apo në Facebook, ne presim, jemi vazhdimisht në pritje sa like e marrim, pra sa pëlqime, sa komente, pra jemi në pritje të asaj çka nuk e dim. Dhe pikërisht kjo është nga studimet që të shkakton një nivel shumë më të madh dopaminet se sa përgjigjja vetë. Pra ne kemi më shumë dopamin nga procesi i pritjes se sa nga thjesht leximi një komenti të mirë, po themi nga një foto që kemi share në Facebook. Dhe kjo në fakt është një formë varësie. Dhe ne jena të varur nga kjo dopamin me intensitet lartë që prodhohet. Prindërit shpesh thënë si ta ndal këtë sjellje. Sa e thjeshtë është kjo për t'u thënë dhe për t'u bërë natyrisht, dhe ju si profesioniste, si arrini të ndihmoni ata? Si orientoni? Në fakt, pyetja që më bëjmë prindrit është pikërisht kjo pyetje që u bani. Dhe përgjigjja ime do ishte le të bëjmë pyetjen sa shumë jam unë prezent në jetën e fëmisë. Pra nga këtu duhet niset. Është e vështirë për me ndërprej një adiksion, një varësi, një sjellje të çrregullt në mosha adoleshentëve. Është më e lehtë me kenë prezent dhe me diskutu me fëmin, me diskutu për ndjenjat e tia, me diskutu për çfarë imazhi ka i për veten, pse ka nevojë për me najtë gjithkohën, po themi në Instagram apo në rrjetet sociale për të kërkuar validim nga këto rrjete sociale, ndërkohë që ne mund të kalojmë shumë mirë kohë me aktivitete fizike apo duke diskutu me prindin, duke qenë prindin prezent. Pra, para se të shkojmë tek pyetja si ta ndihmojmë fëmin, do të kisha sugjeru le të jena prezent si prind. E dim që jemi gjithë vrapojmë, jeta sot na kërkon me kenë gjithkohën në vrap për punët tona, por duhet gjejmë kohë munal dhe me pyet fëmijët si jeni. Po nëse prindërit me njëherë orientohen për t'i ndalur fëmijët e tyre në këtë proces, në këtë varësi, themi, të rrjeteve sociale, sa vështirë është? Çfarë mund të pritet nga kjo? Tendenca është që fëmia apo adoleshenti të bëjnë reagimin e kundërt. Askush nuk ka qejf. Të shkojë tek e ndaluara? Patjetër, molla e ndalume ka governu botën në fakt. Jena këtu në saj molle të ndalume. Pra, joja është në fakt një shtys e heshtun drejt konsumimit apo drejt varësive. Pra ne them më mirë ta diskutojmë se sa ta ndalojmë. Çfarë e bën të veçantë rolin e mjekut dhe terapistit për të hequr dorë nga varësia? Se ndoshta tani më shpesh thuhet është dorëzuar, nuk është më ai që po drejton veten, por është varësia që po drejton personin. Shpeshherë mjeku është personi vetëm që e ndihmon individin për mundi kuptum. Pra, në qoftë se një individ e ndjen veten të kuptum nga mjeku, nuk e ndjen veten të stigmatizuar, sepse shpeshherë individët stigmatizohen nga shoqëria, edhe nga familja, nga mungesa e informacionit, nga padija, nga dhimbja shumë e madhe. Dhe të gjitha këto që individi nuk i gjen në ambientin përreth, në ambientin ku u smur,
uroj fort si mjeke që t'i gjejnë tek mjeku, pra suporti pa kushte, por duke vendosur kufi. Pra shumë e rëndësishme pa kushte, por me kufi dhe pa stigën, por me mbështetje emocionale. Me besim. Me besim pa tjetër dhe me mos gjykim të relapseve. Shpeshherë relaps do të thotë rikthim në konsumim dhe shpeshherë individi mendon që çdo gjë mori fund, në qoftë se unë bëj një relaps, unë rikthehem në konsumim kokainet mas një viti abstinence dhe një mjek suportues e pranon këtë relaps dhe jep dorën pacientit për vazhdu procesin e rehabilitimit. Relapsi shpesh jetë si dështim. Ju si e shikoni këtë? Si proces të punës suaj? Patjetër, relapsi, unë ja them pacientëve që në fillim të terapisë, relapsi është pjesë e procesit, që uroj mos ndodhi, patjetër, por është një pjesë e një rrethi vicioz që përpiqen vazhdimisht të ndërhyjmë që të mos mbyllet ky rreth vicioz. Pra mos të kthejnë edhe një herë në abuzim. Por në qoftë se ndodh, patjetër është një, unë e quaj një shkarje këmbët, për të ngrit sërish edhe ma i fort, por gjithmonë bashkë. Dora është dora e terapistit, e familjarit, e shokut që është suportues. Doktoresha, puna juaj e përditshme natyrisht kërkon shumë energji, emocione pozitive, profesionalizëm për t'i qëndruar pranë personave të cilët kanë krijuar një varësi. Si ndikon jetën tuaj? Sa lodhshme është kjo? Dhe në fund të ditës, çfarë mendoni për këtë zgjedhje që keni bërë? Kjo është një punë që nuk e quaj punë në fakt, e quaj një mënyrë të jetumonit. Më ka rrit. Patjetër, e gjithë mjekësia është mision. Mendoj që nuk ka mjek që nuk e konsideron përditshmërinë e vet mision. Por unë jam rrit bashkë me pacientat e mi, kam mësuar me pacientat e mi dhe mësoj çdo ditë. Mësoj se sa e vështirë është me dashur. Mësoj se sa e vështirë është dhe sa e fortë zënë për më ringrit. Është një sfidë shumë e madhe në fakt emocionale. Reflektimi, dhimbjet bashkë, një shpeshherë i pafuqishëm, sepse nuk mundem unë me bë atë pjesë që në fakt duhet pacienti me bë. Edhe pse më vjen natyralisht, është një term që unë e quaj writing reflex, refleksit në imumonit, më vjen natyralisht me ndihmu, me bë pjesën që pacienti në fakt duhet me e bë. Dhe kjo është lufta jeme e madhe me veten, me mbrojt, me rujt kufit, që shpeshherë e gjej veten duke i shkel për me ndihmu pacientin. Kështu që kjo është sfida jeme e madhe individuale, cilën po përpiqem me gjetë një ekuilibër mes dashnisë për pacientat, për profesionin, për smundjen, për këtë lloj smundjet dhe rujtjes kufive të shëndetshëm për veten. Doktoresha, si mund ta parandalojmë varësinë dhe natyrisht duke rritur në mënyrë të shëndetshme edhe dopaminën? Besoj në mënyrë të drejtë për drejtë edhe mund të parandalohet varësia edhe ajo mënyra e gabuar, të shkuarit tek gjërat e ndaluara që na ndryshojnë pas edhe jetën jo mirë, jo cilësisht. Të gjithë e donë, në fakt kjo është edhe refreni i jetës, e dona dopaminën, e dona serotoninën. Mendoj që resilience, pra aplikimi i elasticitetit, gjetja aktiviteteve fizike të cilat na ndihmojnë në rritjen e dopaminës. Pacientët e mi e dinë që unë e përmendej shpesh yoga, pilate, zvrapi, noti, muzika, varësia jam e përjetshme mendoj. Janë mënyra shumë të mira për me prodhu dopaminë, serotoninë dhe për me zëvendësu adiksionet e dëmshme me adiksione në thojza të shëndetshme. Pra le të gjejmë se cili droge në shëndetshme në thojza. Pra, ne duke zbuluar mënyrën se si të përfitojmë dopaminën në mënyrë direkte, në mënyrë të shëndetshme, kemi arritur të parandalojmë edhe varësinë për të shkuar tek rrugët të ndaluara. Edhe të trajtojmë përveç ilaçeve specifike që ne kemi si mjek, ka preparate për varësi nga alkooli, siç është naltreksoni, disulfirami, ka preparate për varësi nga opiatet,
Ka preparate ndihmëse për varësi nga kokaina dhe kanabisi, por bashkërisht me medikamentet, patjetër dhe ndryshimi i stilit jetesës, përfshiktu dhe aktiviteti fizik, janë mënyrat për me prodhu dopamine në shumë kërkume nga gjithë ne. Doktor Sonila, a është e trajtueshme varësia dhe cili është mesazhi juaj për të gjithë ata që po ju ndjekin? Patjetër që varësia është një sëmundje e trajtueshme, si të gjitha sëmundjet kronike, që është sëmundje kronike e trurit, por jo vetëm, patjetër që ka dhe mjekim, dhe mjekimi më i mirë është dashuria, suporti dhe zëvendësimi i dashurisë ndaj kënaqësisë që na japin substancat me dashuri më të shëndetshme, si dashuria për veten, bërja e aktiviteteve që na nxajnë ditën në mënyrë të shëndetshme. Dhe patjetër që kjo është rruga drejt lumturisë dhe drejt shërimit. Doktorisha, ishte shumë kënaqësi që ndam këtë bisedë së bashku dhe për informacionet e natyrisht edhe për të gjithë besimin që ju keni dhënë atyre që na ndjekin e ndoshta janë në këtë momente varësie dhe që shpresojnë se do ja dalin. Shikues të nderuar, ne do të ritakohemi në emisione të tjera së bashku me mjek specialist të ftuar në enciklopedi mjekësore. Bashkë mirupafshim.